Barazimi I Vllaznisë me Teutën për javën e 4 të superiores, pragndeshja futbollit të femrave Inter Vllaznia për turin e 2 të Europa Cup, Kupa Miqësia me ekipet e veteranëve të Vllaznisë, flamurtarit ekipit kombëtar Kuqezi dhe ekipit të Michiganit, ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe fitoret e Vllaznisë në volejboll për femra dhe meshkuj, ishin pjesa e parë e diskutimit në emisionin Studio Sport transmetuar mbrëmjen e së mërkurës në ekranin e RTS Shkodra. Kisha dashur me kanë pak më shpeshta sepse në fakt u bëhet një farë mënyrë dhe traditë, për sa I përket veteranëve të Vllaznisë, u bën për 2-3 vjet pak kanë bërë për rreth 4-5 neshje. Nuk duhet në vlerësu asnjë skuadër, futbolli jashtë nuk dihet asnjëherë rezultati, duhet përgatiten si nga ana psikologjike absolutisht një ndër gjanat kryesore të pas parasysh që vjen nga një barazim aty edhe goli I psum. Normalisht edhe skuadra do të jetë në një anë psikologjike jetë mirë, por besoj që unë shpresoj që do të jetë më mira për Vllaznin. Shohim si do të vazhdojnë kampionati. Vllaznia pavarësisht largimeve, Vllaznia gjen forcën vetvete. Me të drejtën nuk është e vogël të largohen gjysa e ekipit, gjysa e formacionit. Për situatën tek Vllaznia dhe pragndeshjen e javës së 5, Vllaznia Vora foli edhe presidenti I klubit të futbollit Vllaznia Alban Xhaferi në një lidhje direkte me Studio Sport. Mendoj që nesha e ditës duhet vlerësuar realisht sepse Vora faktin 3 neshje që ka bërë deri tash, mendoj që ishte I skuadër që nuk duhet të vlerësuar dhe mendoj që ajo do jetë një ndër ato skuadra që do tregojnë që nuk ka rastisht superiore dhe mund të qesin probleme, çdo ekipit. Është një skuadër e re dhe mirë financuar, për Vllaznin është një neshje e parë, ndoshta në histori me Vorën, sepse nuk ka pas më përpara, Vora ekip I ri. Emisioni Studio Sport në RTS Shkodra rikthehet të mërkurën e ardhshme në orën 20:30.